Ashtu si në komisionet e tjera parlamentare, edhe në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik ka pasur debate sa i përket zgjedhjeve të 11 majit. Kryetarja e komisionit Ina Zhupa tha se zgjedhjet u vodhën. Në fakt kthehemi në komision si një praktik që mund ta kemi i vetmi parlament në botë, që mbasi kanë mbaruar zgjedhjet, kthehet parlamenti vjetër edhe jo parlamenti i ri. Sa më shumë helmoni fëmijët me ushqim të pakontrolluar, sa më shumë krijoni stres popullatës, aq më shumë ju shtohen votat. Këtë ekuacion fakt nuk besoj se ka Einstein ose Pitagor që e zgjidh, përveç se një farse elektorale ku nuk votojnë qytetarët. Ajo që mua më vjen keq është nga 27 kolegë të këtij komisioni, ne do të jemi vetëm 5 kolegë që do të rikthehemi. Dhe ndonjëherë, ja u kam thënë juve këtu në komision që mos u përdorni, mos u bëni vegla, mos u bëni ushtar, sepse do t'ju hedhin shumë shpejt. Dhe fatkeqësisht ndodhi. Nënkryetaria e Viskushi u kundër përgjigj se PD e meritoi humbjen. Shumë urime për fitoren e mandatit, që unë besoj se personalisht ju e keni merituar, ndërkohë që s'mund të rri pa shprehur keqardhjen për humbjen tuaj madhështore që gjithashtu dhe atë e keni merituar si forcë politike, si parti. Dhe keqardhjen në fakt e kam për demokratët e thjeshtë, për ata që presin nga ju, për ata që ju besojnë me zemër, po që ju vazhdoni t'i zhgënjeni nga njëra zgjedhje në tjetrën. Ndërkohë për sa i takon alibis tuaj të humbjes, ne këtë e kemi paralajmëruar që në fillim. Debati vijoi ku Zhupa tha se mandati u mor me ndihmën e bandave kriminale. Këtë drejt madhështore ishte, vjedhje madhështore, vjedhje si kjo në fakt s'ka parë historia dhe paradokset që unë ju them nuk i përgjigjeni dot se nuk ka logjik as matematike, as formale, as njerëzore që ta shpjegoj këtë që ka ndodhur. Mjafton të kujtoj Sara Milen, që rrezik e kemi dhe antarët të këtij komisioni, edhe do ta shikoj siç e kam parë në fushat, se populli ka thënë fshati që duket çdo kallahus nuk pres në një mrekulli dhe nuk pres se as qytetarët e kulturuar edhe qytetëruar të Elbasanit bënin këto lloj zgjedhjesh, por këto është përgjegjësia e madhe që ju keni marrë, ke shumë të drejtë, keni marrë përgjegjësi shumë të madhe ju, para Suelçelës, para Troplinëve, para Bajrave, është përgjegjësi shumë e madhe, se është përgjegjësi me kokë ajo. Diskutimet më pas kaluan tek çështja e lëmimit të fëmijëve në kopshtin e Gramshit. Zhupa dënoi heshtjen e Ministrisë së Arsimit, ndërsa Kushi tha se duhen pritur organet hetimore për të thënë fjalën e fundit.